بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد vazhdojmë të jemi o vëllezër në çështjen e të folurit Allahut, për cilësia Allahut e të folur, dhe se Kur'ani është fjala e tij subhanahu wa taala. Thamë që këtë do ta përmbledhim në 4 pika. Deri tani kemi përmend 2. Pika parë ishte përmbledhje e ehli sunnetit dhe xhamatit në lidhje me të folurit të Allahut subhanahu wa taala dhe Kur'anit. Pra se Kur'ani është fjala e tij subhanahu wa taala. E dyta ishte parathënie. Pra pika e dytë ishte parathënie rreth besimit të ehli sunnetit. Ishte parathënie hyrje për në diskutimin të ehli sunnetit dhe xhamatit dhe të atyre që thonë se Kur'ani është i krijuar dhe se ai nuk është fjala e Allahut. Pika e tretë, jemi në diskutimin që është bërë rreth fjalës së atyre që thonë se Kur'ani është i krijuar. Do të kemi parasysh o vëllezër që diskutimi është shumë i gjatë. Madje janë shkruar libra nga të dyja palët, qoftë nga ehli sunneti dhe xhamati, qoftë nga ata të cilët pretendojnë se Kur'ani është i krijuar. Ne inshallah do mundohemi të përmendim aspektet kryesore. E para o vëllezër është që fjala e atyre të cilët thonë se Kur'ani është i krijuar, për aspekti i parë, fjala e atyre që thonë se Kur'ani është i krijuar dhe se nuk është fjala e Allahut lartësuar, e kundërshton Kur'anin dhe Sunetin plotësisht. Pasi argumentet janë me dhjetra, qindra apo mijëra që e pohojnë se Allahu flet dhe që e pohojnë se ky Kur'an është fjala e tij subhanahu wa taala. Allahu thot: "Famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal." E çfarë ka pas vërtetës përveç se humbjes? Pra, do të kemi parasysh o vëllezër që kur flasim për Allahun e lartësuar, për cilësitë e tij subhanahu wa taala, çështja është delikate. Dhe përveç kësaj të vërtetë që beson ehli sunneti dhe xhamati, pas saj nuk ka gjë tjetër vetëm se humbje, devijim. Dhe fjalë të cilat nuk lejohen për Allahun e lartësuar. Sikur se tham, ajetet që e pohojnë se Allah i lartësuar flet dhe se ky Kur'an është fjala e tij, janë shumë. Allahu ka thënë: "Idh qala rabbuka lil malaika." Pra, kur Zoti yt u tha ëngjëjve. Pra i tha ëngjëjve dhe fjala ka dalë për Allahut lartësuar. Allahu është ai që e foli dhe ëngjëjt e dëgjuan. Allahu thot: "Wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Nëse ndonjë prej idhujtarëve, o Muhammed, kërkon mbrojtje nga ti mbroje, në mënyrë që ai të dëgjojë fjalën e Allahut. Allahu vetë po thot që ai të dëgjojë fjalën e Allahut. Allah e pohon që ky Kur'an është fjala e tij subhanahu wa taala. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. Zoti tha: "O Musa, unë të kam zgjedhur ty mbi gjithë të tjerët me shpalljet e mia dhe me të folurin tim drejt për drejt", thot Allahu, pra pa ndërmjetës. Pa kjo e pohon në mënyrë të qartë që Allahu i ka folur Musait, i ka folur, sikurse do të vinë ajetin tjetër në formë shumë të qartë.
thot Allahu wa nadaynahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. Ne e thirrëm atë nga ana e djathtë e malit Tur dhe afruam atë në një bisedë të fshehtë. Prapë Allahu e pohon subhanahu wa taala sa ai ka folur në të vërtetë. Dërsa në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet shpesh, dhe ju keni dëgjuar kur thot profeti sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu tebaraka wa taala, tha Allahu i lartësuar dhe i madhëruar, apo ka thënë Zoti në kështu me radhë, që thot profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë për Allahun e lartësuar. Pra se Allahu i lartësuar ka folur, të gjithë këto ajete dhe hadithe të tregojnë ty se Allahu flet. Dhe jo sikur se pretendojnë, thonë ata cilët duan të hedhin poshtë këtë fakt, po ajetet edhe hadithet për argumentet e hedhin poshtë pretendimin e tyre se fjala e Allahut është e krijuar. Dhe se Allahu e ka krijuar, sikur se thonë ato, diku tjetër. Qoftë në pemë, apo në gur, apo në ajër, kështu thonë ato, që Allahu e ka krijuar fjalën e tij diku, dhe Musa e ka dëgjuar fjalën e Allahut që Allahu e ka krijuar, dhe jo që e ka folur Allahu. Pra mund ta ketë krijuar në ajër, apo mund ta ketë krijuar në ndonjë pemë, kështu pretendojnë ato. Mirë, po në të vërtetë, ajetet që përmendëm dhe që do të vinë më mbrapa, e hedhin poshtë pretendimin e tyre se Allahu subhanahu wa taala nuk ka fol, apo se fjala e tij është e krijuar. Fjala, ky është një rregull, domethënë që kanë rënë dakord të gjithë, qoftë nga ana sheriatike, apo qoftë nga ana gjuhësore, apo qoftë nga ana e arsyes. Fjala është një cilësi që ndodhet tek folësi dhe del prej tij. Dhe është cilësi pra e këtij folësit. Dhe kush thot kundërtën, këtë gjë e ka shpik nga vetja. Pra nëse dikush thot që fjala është diçka e krijuar, pra që e krijon dhe kështu dëgohet, jo, fjala është një cilësi e atij që e ka fol, që ndodhet tek ai dhe prej atij del. Dhe kush e mohon këtë, ai domethënë e ka shpik nga vetja dhe nuk është bazu as me fe, as me gjuhë, as me arsye, as me, zakonin e njerëzve, ajo që dihet tek njerëzit. Aspekti i dytë, fjala e tyre, pra mu'tezilive dhe të ngjashmet me ta, thonë përcaktimi apo përkatësimi i fjalës tek Allahu i lartësuar është vetëm për nderim. Pra kur Allahu do të nderojë diçka, fjalën e tij e përcakton atë gjë apo ja përkatëson atë gjë vetes tij. Sikur se kanë thënë shtëpia e Allahut. Pra kjo thënë është për nderim. Apo deveja e Allahut. I themi, ndryshon, pra këto janë dy gjëra të ndryshme. Ndryshon përcaktimi apo përkatësimi i krijesës te krijuesi dhe i cilësisë tek i cilësuari. E para, shtëpia e Allahut apo deveja e Allahut, themi kjo është përkatësim i krijesës te krijuesi i tij. Pra kjo është krijesë e këtij krijuesi. Edhe ndryshon çështja tek fjala, sepse në moment që flasim për fjalën e Allahut subhanahu wa taala, këtu po flasim për cilësinë, pra për përkatësimin e një cilësie tek i cilësuari. Dhe ai që ka arsye dhe logjik të shëndosh, di t'ia bëj dallimin shumë thjesht. Pra di ta bëj dallimin kur dikush thot fjala e Allahut dhe shtëpia e Allahut. E kupton që këtu po flasim për krijesë, këtu po flasim për cilësi. Mirë po, udhëzimi është për Allahu dhe suksesi, është për Allahu dhe suksesi është prej tij subhanahu wa taala. Duhet me falenderoj Allahun shumë që na ka mundësuar të jemi në sunet. E treta, e folura e Allahut subhanahu wa taala është cilësi përsosmërie. Është cilësi prej përsosmërisë së Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa e kundërta është mangësi. Pra nëse ne themi që Allahu nuk flet, kjo është përsosmëri apo mangësi? Kjo është mangësi. Dhe Allahu është i pastër prej çdo lloji mangësie. Madje Allahu është i cilësuar me kulmin e përsosmërisë.
Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala kur flet për Benu Israilët dhe për viçin që ato e morën si të adhuruar dhe fillon të adhurojnë, shikot, domethënë çfarë arsyetimi i jep Allahu subhanahu wa taala me dashme i thonë që kjo lloj krijese, kjo lloj gjëje që ju morët për të adhuruar, nuk meriton adhurim. Pse? Pikërisht për faktin e përmend Allahu se ai nuk flet. I thot Allahu, alam yarau annahu la yukallimuhum. A nuk e shohin ato se ai nuk i flet? Allahu po tregon që kjo është mangësi. Kjo gjë që ju adhuroni as nuk ka mundësi të flasi, nuk flet. Dhe diçka që është e mangët nuk meriton që të adhurohet. Qoftë një mangësi të vetme, të ketë, nuk meriton të adhurohet. Adhurimin e meriton vetëm se ai i cili është i përsosur nga çdo aspekt. Pra adhurimin e meriton vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu prej metodave të selefëve, të parëve tanë, prej metodave të selefëve është se ato e pohojnë cilësinë e Allahut duke tregu pra humbjen nëse pohohet e kundërta e saj. Që do të thotë? Nëse themi që pra, fakti që Allahu flet, kjo është përsosmëri. Nëse ne themi që Allahu nuk flet, kjo është mangësi. Edhe kjo i bie, më thënë që Allahu të cilësohet pra me të qenurit me mec. A mund qëndroj kjo lloj cilësimi për Allahun e lartësuar kurse si. Pasi Allahu është i cilësuar me përsosmërinë absolute. Dhe fakti që dikush nuk flet, kjo është mangësi. Ore një logjike thjesht, një arsye thjesht, më thënë, arsyetim i thjesht. Nëse ne marrim një njeri i cili nuk flet, kjo është gjë normale apo është mangësi? Kjo është mangësi. Gjithashtu për Allahun e lartësuar ne e mohojmë çdo lloj mangësie. Ose fakti që Allahu, thënë selefët, nëse ne themi që Allahu nuk dëgjon, atëherë bie që ai do të ishte i cilësuar, domethënë, me të qenurit shurdh. Edhe kjo është mangësi për Allahun e lartësuar dhe Allahu është i pastër prej çdo lloji mangësie. Kështu që absolutisht, domethënë, Allahu dëgjon dhe ai është i përsosur në çdo aspekt dhe nuk ka asnjë mangësi subhanahu wa ta'ala. Këtë metodë të selefëve që sapo përmenda e tregon e përcjell Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, në librat e tij. E katërta, prej arsyeve më të mëdha që përmendin ata cilët e mohojnë cilësimin e Allahut me fjalë, është se pohimi i fjalës tek ata do të thotë përngjasim me krijesat. Pra nëse ne themi që Allahu flet, i bie që Allahu është i ngjashëm me krijesat. Ne i themi atyre, ju duke dash me shpëtu nga një lloj përngjasimi, ju keni ra në një përngjasim më të keq. Nëse sipas jush, nëse ne pohojmë që Allahu flet, i bie përngjasim me krijesat sepse krijesat flasin, themi që ju po e përngjasoni Allahun subhanahu wa taala me një memec, me një krijesë që nuk flet, dhe keni rënë në një përngjasim më të keq. Kështu që duhet, domethënë, padyshim që duhet të largohen prej këtij besimi të keq. Aspekti i pestë e vërteta e cila nuk ka dyshim të, është ajo që ka thënë ehli sunneti dhe xhamati, se Allahu subhanahu wa taala flet me një fjalë që i përshtatet madhështisë së Allahut subhanahu wa taala dhe nuk i përngjason krijesave. Tani mbas kësaj fjale, pse duhet pretendohet apo të thuhet që ka përngjasim? Kur ehli sunneti dhe xhamati gjithmonë thonë sikur se thot Allahu leysa kemithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Pohim, mirë po, ashtu siç i shkon madhështisë së tij subhanahu wa ta'ala. Pra pas kësaj bie poshtë çdo lloj dyshimi për përngjasim, pasi ne themi
pohimi i nocionit të përbashkët midis krijuesit dhe krijesave nuk nënkupton ngjashmëri, që do të thotë, kur ne themi fjalë, ne e dim çfarë është fjala. Ne e dim çfarë është fjala dhe ky nocion që na vjen në mendje kur themi fjalë, pra ky kuptimi i parë është një kuptim i përbashkët, mirë po në realitet çdo gjë që është, domethënë në ekzistencë ka specifikat e veta që e dallojnë njëra nga tjetrën. Dhe nuk nënkupton domethënë ngjashmëri. Kurse si, pasi kjo është një nocion i përbashkët që themi për fjalën, ndërsa në realitet kemi vetëm domethënë dallueset midis krijuesit dhe krijesave. Krijuesi ka fjalë që i përshtatet madhështisë së tij, ndërsa krijesat kanë fjalë që i përshtatet gjendjes së tyre. Dhe rregull, vërtetimi i cilësive dalluese, pra në moment që ne themi çdo gjë ka cilësitë e veta që e dallojnë, ka cilësi dalluese, kjo hedh poshtë çdo lloj përngjasimi. Pra, edhe një herë. Fakti që Allahu flet edhe fjala, ne e dim çfarë është fjala. Ne kur themi fjalë, diçka na shkon në mendje. Edhe ky është një nocion i përbashkët midis Allahut dhe krijesave. Pra se ne e dim çfarë është fjala. Mirë po në realitet, secila cilësi pra ka specifikat e veta sipas atij që po cilësohet me atë cilësi. Sikur se kanë thënë një rregull të parët, el-qawlu fi sifati kal-qawli fi dhat. Pra diskutimi për cilësitë është njësoj si diskutimi për veten dhe për realitetin e atij që ti po flet. Kur ne flasim për cilësitë e Allahut, është diskutim tjetër që i takon pra vetëm madhështisë, këto cilësi i takojnë madhështisë së tij subhanahu wa taala. Kur flasim për cilësitë e krijesave, këto janë cilësi që janë të krijesave dhe nuk i përngjasojnë në asnjë aspekt krijuesit të gjithësisë. Aspekti i gjashtë, ato thojnë, përcaktimi apo përkatësimi i fjalës tek Allahu i lartësuar na kërkon neve që ne të pohojmë disa gjëra të krijuara, thojnë ato. Pra nëse ne themi që Allahu flet, thojnë, i bie që ne duhet të pohojmë mushkrin, i bie që ne duhet të pohojmë fytin, të pohojmë gjuhën, buzët e kështu me radhë, për Allahun subhanahu wa taala. I themi, ky pretendim pa dyshim që është i kotë. Pasi ju keni parë, domethënë, këta çka kanë bërë, kanë pa në nocionin dhe cilësitë dalluese dhe e kanë vendosur atë në nocionin e përbashkët. Domethënë, sipas atyre fjala i ka këto lloj kriteresh që duhet ketë këtë dhe këtë që përmena. Dhe këto janë tipare dalluese. Allahu subhanahu wa taala ka cilësitë e veta dalluese që dallojnë nga krijesat. Mirë, po këto e kanë heqë këtë pjesë. Cilësitë dalluese i kanë vendosur në vendin e nocionit përbashkët, pra fjala. Dhe këtë pastaj e kanë çuar tek Allahu. Sipas tyre fjala, pse kanë bërë krahasim me njerëzit. Fjala tek njerëzit është që duhet të ketë këtë. Dhe si pasojë dhe tek Allahu duhet të ketë këtë. Pra për të rënë shkurt, vëllezër na e bëni Allah, është që ato po përngjasojnë. Bëjmë përngjasim. Shkurt muhabeti me faktin se njeriu i ka këto lloj nevojash për të arritur për ta nxjerr fjalën dhe me këtë përngjasim thonë që sipas kësaj që thoni ju, edhe Allahu duhet i ketë këto gjëra thonë për të folur. Në të dyja çështjet të vëllezër, ato janë gabim. Qoftë në ngatrimin e, domethënë, në dallimin e nocionit të përbashkët dhe cilësive dalluese, qoftë në faktin që e vendosin këtë tek Allahu i lartësuar. Pse? Vetë fjala në kuptimin e përgjithshëm
Pra pa marrë parasysh se kush e flet fjalën, Allahu apo krijesat. Nuk i ka të gjitha këto kritere që përmenden. Pra kur themi vetëm fjalën, nuk e ka kriter mushkrin, nuk e ka kriter gjuhën, nuk e ka kriter fytin. Pra nuk është nga gjërat dalluese të fjalës, nuk janë këto. Argument, sepse Allahu subhanahu wa taala thot اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Thot, sot do t'u avullosim atyre gojet, e do t'na flasin duart e tyre, e do të dëshmojnë këmbët e tyre për atë që kanë bërë. Pyetja, ku është mushkria e dorës? Pra përderisa Allahu thot dora po flet, ku është goja e dorës, ku janë dhëmbët apo gjuha apo buzët apo të këmbëve? Pra kuptohet qartë që këto kritere që ato i kanë vendosur, përderisa nuk qëndrojnë te krijesat, si mund të qëndrojnë te krijuesi? Pra u vërtetua që jo çdo krijesë ka nevojë për mushkri apo për fyt apo për gjuhë për të folur. Atëherë si mund të pretendojnë që edhe krijuesi? Pra këtë gjë ta vendosin te krijuesi, tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu, ja gjibalu awwibi ma'ah. O male thot, lavdërojeni emrin tim bashkë me Daudin, pra bëni tasbih. Tashi e njëjta pyetje. Ku ishte goja apo dhëmbët e malit, apo mushkria e kështu me radhë? Ndërkohë që mali i ka bërë tasbih me një zë që dëgjohej. Thot Allahu, wa qalu li juludihim lima shahidtum alejna, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Thot, ata do të thonë lëkurëve të veta, pse dëshmuat kundra nesh? Edhe lëkura pa do i përgjigjet, Allahu i cili jep aftësinë e të folurit, gjithçkaje na ka bërë që ne të flasim. Po e njëjta pyetje. Ku i kishte lëkura të gjithë ato kritere që i vendosët për fjalën, pra gojen e kështu me radhë? Ose ushqimi që bëri tasbih në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam me një zë të cilët e dëgjuan sahabët, apo guri që i jepte selam profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo cilësi e folur, në moment që nuk i kishte këto kritere të krijesat, si mund t'i vendosim këto kritere tek Allahu i lartësuar, dhe ai është krijuesi i gjithçkaje. Qëllimi është për të thënë domethënë se ajo që keni përmendur është e pavërtetë. I thuhet atyre që pretendojnë se Kurani është i krijuar. Dhe këtu përfundojmë në një rregull që thotë fjala e çdo folsi i përshtatet vetes atij. Pra ky është rregulli i Ehlis Sunnetit, që fjala e çdo folsi i përshtatet vetes atij. Pra kur flet njeriu, kjo fjalë i përshtatet njeriu. Kur flet Allahu, kjo fjalë i përshtatet Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo vjen nga një rregull më i madh që që është për të gjitha cilësitë. Që është cilësitë e çdo të përshkruari i përshtaten qenies së tij dhe realitetit të tij. Pra çdo cilësi që ne flasim, dëgjimi, shikimi, dora, çdo gjë, themi që çdo cilësi i përshtatet qenies dhe realitetit të atij që po përshkruhet. Aspekti i 7, ne themi që Allahu subhanahu wa taala është i cilësuar me të folur. Nëse themi se Allahu subhanahu wa taala është i cilësuar me të folur në aspektin, sikur se thonë ata që Allahu e ka krijuar të folurën, pra në këtë aspekt që Allahu ka krijuar të folurën e tij diku, edhe kjo konsiderohet fjala e Allahut dhe jo tjetër, atëherë i bie që Allahu të jetë i cilësuar, themi, me çdo të folur që
me çdo fjalë që është folur në gjithësi. Pasi e vërteta e cila nuk ka dyshim është që Allahu subhanahu wa taala është ai i cili i ka krijuar veprat e njerëzve. Dhe këtu futet edhe fjala. Edhe nëse themi domethënë që Allahu është i cilësuar me fjalë në aspektin se ai e ka krijuar fjalën diku, edhe kjo fjalë është cilësia e tij, atëherë ky lloj pretendimi të çon në besimin se çdo e folur që është folur në gjithësi, atëherë kjo thuhet që është cilësi apo fjala e Allahut lartësuar. Dhe kjo, mbasi e themi këtë, ato nuk kanë mundësi, domethënë vetëm se dy rrugë. Ose të pranojnë vërtetën, ose të bien në një devijim dhe në humbje të madhe. A nuk thot Allahu, sikur se tham, na sheflet lëkura e tyre, na ka bërë Allahu të flasim, i cili ka bërë çdo gjë të flasi. Allahu është ai i cili ka bërë çdo gjë të flasi, dhe këtë nuk mund ta mohojnë. Pasi është ajet në Kur'an. Allahu e ka bërë çdo gjë të flasi. Edhe nëse ne themi sikur se thojnë ato, pra, nëse ato i qëndrojnë fjalës që Allahu është i cilësuar me fjalë në aspektin që ai ka krijuar fjalën e tij diku, dhe kjo është fjala e tij, dhe kjo është cilësia e tij, atëherë themi Allahu ka bërë çdo gjë të flasi. I bie që ju po thoni që të gjithë këto fjalë që fliten, këto janë fjala e Allahut. Dhe kjo, siç thash, dy rrugë kanë. Ose do e lënë këtë lloj devijimi, edhe të kthehen në fjalën e ehli sunnetit dhe xhamatit, ose do qëndrojnë në këtë mendim dhe do përputhen në mendimin e devijuar, madje mendim i cili është kufër, të atyre që pohojnë wahdatul wujud. Wahdatul wujud do të thotë ata të cilët thojnë që nuk ka ekzistencë përveç ekzistencës Allahut. Dhe se çdo gjë që shikon në këtë gjithësi dhe këtë realitet është thjesht, më thonë, shfaqje e ekzistencës Allahut. Pra shkurt muhabeti, ato thonë që Allahu është i shkrirë te krijesat. Në moment që krijesa flet, është Allahu që ka folë. Në moment që krijesa lëviz, është Allahu që ka lëviz. E kështu me radhë. Ky lloj mendimi është mendim që të çon kufër. Jo të çon, është kufër. Kështu që, siç thash, dy rrugë kanë. Ose do pranojnë fjalën e ehli sunnetit, ose do shkojnë në këtë mendim, pa që i përputhet mendimit të tyre, që në krye tyre është Ibn Arabiu, i cili e ka thënë në një prej poezive të veta, pra çdo fjalë që flitet ka thënë, në gjithësi është fjala e Allahut. Pa duke pretenduar këtë lloj mendimi që Allahu është i shkrirë te krijesat dhe ato mohojnë që të ketë dy ekzistenca, pra krijues dhe krijesë. Ja, ato thonë është vetëm krijuesi dhe gjërat në ekzistencë janë thjesht shfaqje e cilësive të tij. Pika e 8 ose këndvështrimi i 8, fjala Allahu subhanahu wa taala wa kallama Allahu Musa taklima. Allahu i foli Musait drejt për drejt. Pra me fjalë dhe në mënyrë të drejtë për drejtë. Ky është nga ajetet cilët Mu'tazilit, po edhe të tjerë e kanë pas hal në sy. Madje prej tyre thuhet që ka thënë njëri prej tyre, sikur të kisha mundësi ta fshija këtë fjalë prej Kuranit, do e kisha fshita. Sepse nga ana gjuhësore kjo lloj forme që e ka sjellë Allahu nuk lën asnjë vend për dyshim, se fjala që është fjalë reale dhe nuk është kuptim, pra që është krijuar, nuk le vend domethënë për interpretim, që mund të jetë fjalë e krijuar diku apo kështu me radhë. Kjo fjala teklima, pra i ka folë Allahu Musait me të folur i bie kjo, me të folur, dhe nuk lën vend për asnjë lloj interpretimi dhe hedh poshtë komplet
pretendimin e tyre që thonë fjala e Allahut është e krijuar diku. E nënta, argumentimi i tyre me fjalën e Allahut, Allahu khaliqu kulli shay. Ky argumentim është nga argumentimet më të forta që ato e kanë pas, domethënë, në debatet që kanë bërë me dietarët e Ehlis Sunnetit, prej tyre dhe Imam Ahmedi. Pra, Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Dhe thonë, Kurani, a është një gjë prej gjërave? Po. Atëherë bie që kjo është e krijuar, thonë. Realisht ky lloj interpretimi është pa turpsi në debat dhe në mosmarrveshje, domethënë, të marrësh një ajet dhe ta përdorësh kaq pa turp në këtë lloj forme, duke qenë i bindur e them këtë, që e kanë ditur se ky lloj argumentimi nuk shkon. Por se më u kap me çdo lloj gjoje që mund t'i vinte në mendje, domethënë, prandaj them është domethënë një lloj argumentimi i pacip. Edhe kjo do dallohet, domethënë, sikur se e përmenim disa aspekte apo disa arsye. E para, i themi, para se të flasim për Allahun subhanahu wa taala dhe për cilësinë e tij dhe për fjalën e tij, le të flasim për fjalën tuaj, i themi mu'tazilive apo të shokëve të juaj prej xehmijeve dhe të tjerë. A kjo fjala juaj, a është një gjë prej gjërave apo jo? Arsyeja pse i bëhet kjo pyetje, o vëllezër, është sepse mu'tazilit dhe xehmit e mohojnë faktin se Allah e ka krijuar veprat e tyre. Dhe fjala është prej veprave. Dhe ato thonë që çdo vepër që ne veprojmë, pra nuk e ka krijuar Allahu, po e krijon vetë njeriu. Atëherë i themi, kur Allahu subhanahu wa taala thot Allah është krijuesi çdo gjëje, a është krijuesi i fjalës tuaj? Ndërkohë që ato pohojnë që jo, Allahu nuk i ka kriju veprat e njerëzve. Do të thojnë, kjo është përjashtim për këtij ajeti. Në të njëjtën mënyrë i themi, edhe Kurani është përjashtim për këtij ajeti. Pra, sikur se ju përjashtoni këtë fjalën tuaj, edhe ne përjashtojmë në këtë ajet që Allahu ka krijuar çdo gjë, e përjashtojmë, e nxjerrim Kuranin prej kontekstit të këtij ajeti. Pastaj, o vëllezër, sa edukate keqe është, edhe sa nënçmim të pretendosh që ti krijes i krijon vetë veprat e tua dhe për këtyre është dhe fjala, e krijuesi jot ka nevojë ta krijojë fjalën e tij. Kjo realisht është mungesë edukate, domethënë që vetëm me këtë të kapesh, domethënë ka shumë probleme. Edhe është problematik e madhe, domethënë. Vetëm me këtë fakt, kur ai mendon që veprat e veta dhe fjalën e vet ai e krijon vetë, pra dhe nuk është e krijuar prej Allahut, por se e bën vetvetiu, edhe këtej mendojnë që fjala e Allahut është e krijuar. Pra kjo është paturpsi. E dyta, i përmendim atyre ajetin dhe fjalën e Allahut, qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qul illahu shahidun bayni wa baynakum. Thot Allahu, thuaj, kush është ajo gjë që është dëshmia më e madhe? Thuaj, Allahu është dëshmitar midis meje dhe jush. Atëherë, Allahu subhanahu wa taala po e cilëson veten e tij në këtë ajet, po e përmend veten e tij në këtë ajet që është një gjë prej gjërave. A do të thotë këtu tani që nëse përmendim ajetin para që Allahu është i krijuesi çdo gjëje, a futet dhe Allahu në atë ajet përderisa Allahu thot për veten e tij që është një gjë prej gjërave? Natyrisht që jo. Sepse sikur se përmendëm, pra Allahu subhanahu wa taala, do të thonë, kur thot kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo shpirt ka për ta shiju vdekjen.
Të gjithë këto ajete o vëllezër kanë përjashtime. Nuk aty do të thotë që shpirtrat e krijesave do të vdesin. Po jo krijuesi që i ka kriju, që ka kriju jetën dhe vdekjen. Gjithashtu nuk mund të pretendohet që krijuesi, pra sikur se përmenda në ajetin që Allahu e cilëson veten e tij se është një gjë, nuk mund thuhet që e kap ajeti se Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Pasi ai është krijuesi i çdo gjëje, domethënë. Si mund të përfshihet në krijim ndërkohë që ai krijoi? E njëjta gjë themi dhe për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Kemi një rregull ku themi po tani është. Ne themi se cilësitë e Allahut subhanahu wa taala marrin të njëjtën gjykim si i cilësuari, ose i cilësuari merr të njëjtin gjykim si cilësia. Nëse ne do të themi, sikur se thojnë ato pra, që një cilësi për cilësive të Allahut është e krijuar, atë kjo do të thotë se vetë Allahu domethënë është i krijuar. Në këtë lloj përfundimi të çon kjo lloj fjale. Kështu që si fjalë është fjalë e rrezikshme dhe kurse si nuk mund të pranohet asgjë prej saj. Çështja e tretë apo arsyeja e tretë, pra që përmenda pse ai lloj argumentimi që ato përmendën realisht është argumentim i ulët, është se Kurani është prej dijes Allahut. Sikur se është prej fjalës tij, është dhe prej dijes tij. Ndërkohë që ato thonë se Kurani është i krijuar, për shkak se Kurani është një gjë prej gjërave dhe Allahu thotë që ai është krijuesi i çdo gjëje. Pra i pyetet, a është Kurani prej dijes Allahut? Do thënë po. Atëherë, a do të thotë kjo se Allahu ka qenë pa dije dhe pastaj e krijoi dijen e tij? Allahu na rujt prej devijimit, subhanallahu. Është mirësia e Allahut që duhet falendëruar Allahu shumë, sepse kur i shikon mendjelehtësinë dhe devijimin në cilën kanë rënë, vallahi çuditesh thua si ka mundësi që një njeri me arsye mund të besojë këtë lloj besimi. Pra Kurani është fjala e tij dhe cilësia e tij. Dhe është gjithashtu prej dijes së Allahut të lartësuar. Si mund pretendohet që një cilësi prej cilësive të tija mund të jetë e krijuar? Ndërkohë që thamë, cilësia merr gjykimin e cilësuarit, ose anasjelltas, pra i cilësuari merr gjykimin e cilësisë. Nëse themi që një cilësi prej cilësive të Allahut është e krijuar, do të thotë që edhe Allahu vetë është, Allahu na rrit, i krijuar. Kështu që ky lloj interpretimi realisht ka dëme të mëdha. Ka dëme të mëdha, të cilat nuk e di çfarë kemi. Inshallah, mësimi që vjen pikërisht të flasim për dëmet që sjell ajo fjala se Kurani është i krijuar. Pra si fjalë ka domethënë fjalë që nuk është e lehtë të thuhet. Edhe ka dëme që vinë, që rrjedhojnë prej asaj fjale. Mos u zgjat, po e lëm këtu, sepse na shkoi gati 40 minuta. Inshallah mësimin që vjen pikërisht për ato, kemi për të fol me lejen e Allahut të lartësuar. Këti nëse kishte një paraqitësi në një pyetje. Tamam? Allah shpëlbeft. Ja subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.